Përshëndetje të nderuar miq të mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi këtë herë në vitin 2026. Pikërisht nga zemra dua t'ju uroj të gjithëve gëzuar vitin 2026, le të jetë ky vit i sukseseve tuaja, i lumturisë tuaj dhe i dashurisë tuaj familjare dhe atë miqësore, gjithçka tjetër që na rrethon në këtë jetë. Dua me ju të ndaj një urim në fakt është shumë të bukur që Gjesti ka bërë për këtë vit, edhe pse në fakt për Gjestin viti 2025 nuk është se ishte vit i bukur, nisi vit me suksese, por përfundimi i këtij vitit ishte me tragjedi për këtë familje. Por Gjesti në asnjë mënyrë nuk ndaloi së dhënuri dashuri dhe së dhënuri vëmendje fansave të tyre. Në grupin e hapur të Gjestit është shkruar një urim i cili ka ardhur nga vetë ndjekësit dhe nga vetë Gjesti, ku shkruhet: gëzuar vitin e ri 2026 familja virtuale. Ju uroj shëndet, lumturi edhe plot suksese, jeni ylla. Shijojeni çdo moment, gjeni gjithmonë kohë për njerëzit e zemrës dhe festoni çdo arritje sado e vogël qoftë ajo. Uroj që ky vit të na gjejë edhe më të bashkuar, duke vazhduar me të njëjtën mbështetje të jashtëzakonshme që po japim njëri tjetrit, por edhe ju më jepni mua, sepse bashk do të jemi të fortë, me shumë dashuri për ju. Nga ana e ime, nga unë Gjesti. Në fakt është ky mesazhi i Gjestit, i cili me shumë dashuri ka ardhur për të gjithë shqiptarët të cilët e duan, e mbështesin dhe e admirojnë Gjestin. Gjesti ka treguar që tashmë në janar të vitit 2026 do të rikthehet tek publiku shqiptar, do të na dhurojë emocione, do të na dhurojë dashuri dhe do të na sjell edhe këngë. Një këngë që në fakt nuk është se ka folur në detaje se çfarë këngë do të jetë, por ai ka treguar që do të jetë një diçka shumë e bukur. Domethënë Gjesti rikthehet më i fortë se kur. Videoja e tij ka bërë xhiron e rjetit në fakt dhe na ka shijuar, na ka rikthyer të njëjtat emocione që ne ndjenim kur Gjesti ishte sa më pranë nesh. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdojmë ta ndiqni me subscribe.